Pra ma jepi dore që këto janë turpe. Pse janë turpe? Ajo është formë proteste. Që që këtë duke kënduara? Qa është të protesta për? Ama në ram jep doreke, në? Jo zotëri, mos e bën të ga. Përshëndetje dashur shikues, mirë se vini në Agora News, do të flasim mbi atë që po ndodh në vend mes protestuesve dhe Edi Ramës, sidomos mbi përplasjet e fundit dhe sulmet që ka nisur Edi Rama kundrejt protestuesve dhe konkretisht ndaj Dritan Goxhait. Por çfarë pritet të ndodh tani e tutje dhe ku po shkon vendi? Për të folur për këtë çështje ne kemi të ftuar avokat Zaçe Islami. Zoti Islami, përshëndetje. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Zoti Islami, si e keni parë reagimin e kryeministit Edi Rama, i cili është hedhur gjithi në sulm duke atakuar protestues të caktuar, madje u mor edhe me Dritan Goxhain, i cili lexoi ato kërkesat e protestuesve? E kanë thënë dhe tjera ato 5 kërkesat e protestuesve janë një vrim në ujë. S'kan asnjë vlerë. Dhe qëllimisht është punuar me një plan që është i trashë për mua, por është i hollë për qytetarët dhe nuk e kuptojnë qytetarët që objekti i protestës nuk duhet ishte as Edi Rama dhe as shteti shqiptar. Objekti i kërkesës duhet ishte protesta kundër shtetit izraelit. Dhe këtë unë e vërtetova nga fakti që grupi i banditëve që komandojnë mikrofonin tek protesta më larguan mua me gjithë karike, isha ullur, s'kisha punë fare me ta, më larguan dhe më thanë ti nuk do flasësh më këtu asnjëherë, ti s'ke punë këtu. Pse? Sepse unë në protest një javë gjysmë më përpara denoncova shtetin izraelit që ka futur duart në Vlorë, në Zvërnec, në Nart, në ishullin e Sazanit dhe këtu po kërkohet dorëheqja e Edi Ramës, ku hyn Izraeli këtu në këtë rast? Do ta them unë ku hyn Izraeli. Izraeli hyn sepse është Izraeli pas Edi Ramës. Edi Rama është masha e Izraelit. Në fakt është ai që kërkon edhe që ka nënshkruar dokumentat për ta blerë ose për ta falur ose për ta grabitur, nuk e di çfarë është Izraeli. Dhe planet e Izraelit po realizohen një nga një në Shqipëri. Është boshatisur Shqipëria, po u merren pronat shqiptarëve, janë mbyllur hipotekat, pra të gjitha këto çojnë ujë në atë që shqiptari të mos ketë njërë të mos e di që ishte marrë prona, dhe dyta të mos ketë mundësi ta kërkojë. Pa nuk lidhet kjo me keqeverisjen e Edi Ramës? Jo, ajo nuk është këtë qeverisja e Edi Ramës, këtë qeverisja është e gjithë parlamentit dhe janë fajtor 140 veta që janë në parlament, nuk është vetëm Edi Rama. Se Edi Ramës po t'i heqësh ata 100 veta, Edi Rama në çojnë pasaj të ruaj bagtit. Po sa i përket sulmit që u ndërmor ndaj Dritan Goxhait, si e konsideroni që një herë e bën që s'kishte marrë pjesë në Ushtrinë Çlirimtare të Kosovës, pastaj e cilësuan si mercenar të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës dhe më pas nisën e sulmet personale ndaj tij? Sulmi ndaj Dritan Goxhait u bë për arsye se ai doli e foli. Po kur doli e foli dhe kur ju bashkoa protesta ai dhe kur vajti atje te ai grupi, ka 4-5 ditë, 6 ditë ka vajtur atje përpara se njëte njeri. Pra, lidhur me sulmin që është bërë Dritanit, është bërë për të tërhequr vëmendjen nga problemi themelor që është shitja e trullit shqiptar. Kjo është ajo që më shqetëson mua, shitja e trullit, tradhtia e 140 palacove që janë futur në parlament dhe unë bëj thirrje e protestuesve, s'kan punë tek kryeministria. Të largohen një orë përpara dhe të vënë të bllokojnë parlamentin, të mos funksionojë fare, të mos hyjnë asnjë deputet në parlament. Sepse në fshehtësi kanë gatuar dhe kanë miratuar tradhtinë më të madhe që ishte bërë ndonjëherë këtij vendi. Që nga koha e atij Hamza Kastriotit. Kjo tradhti është vdekjeprurse dhe e gropos njëherë për gjithmonë Shqipërinë. Prandaj ne nuk e kemi unë për shembull personalisht për veten time, nuk e kam me Edi Ramën. Edi Rama është vegël. Edi Rama është vegël e spionazhit izraelit, vegël e qifutëve të Izraelit që duan me çdo kusht të
të futen në Shqipëri dhe të sjellin 2,5 milionë që fut, si që ka qenë plani që në vitin 1930. Ku e bazoni gjë të tillë? Ku e bazoj e pa diskutueshme që është ashiqare. Pse është ashiqare? Që në vitin 1930 shteti shqiptar dhe konsullata jonë në Vjenë ka denoncuar një plan të tillë të çifutëve për të vendosur në Myzeqe. Dhe këtë ne e dinim. Dhe pikërisht kjo ishte arsyeja që Edi Rama tha s'keni parë gjë akoma. Po, vërtet s'kishim parë gjë akoma. Se nuk e dinim që Edi Rama i kishte lidhur marrëdhëniet dhe marrëveshjet me Rothschildin dhe me klanin hebre në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Pra, ne aktualisht tehun, luftën, përpjekjet, protestat, tani e tutje nuk i kemi më me Edi Ramën, i kemi me parlamentarët shqiptarë që po bëjnë marrëveshje marrëveshje tradhtare. Po në këtë rast ju mendoni se kërkesa për dorëheqjen e Edi Ramës nuk është legjitime? Jo, ajo legjitime është, por nuk prisje se iku Edi Rama do vi ta ulan balla. Që kuptua. Do iku ta ulan balla do vi ai që ta do vjeni më pak, si e quhenin ata. Pra, Eduard Shalsi. Ata po. Pra ata e ka thënë Ramiz Alia në 89, po ju nuk e di, keni qenë lindur atëre apo jo, po keni djali vogël. Ka thënë ne kemi kuadro, ka thënë, sa për të ngritur 3 komitete qendrore. Kjo i thot të tëra zotëri. Dhe po i gjenin petët e lakërorit një nga një. Dhe të gjithë prap po i mshoj asaj që ta theksoj mirë dhe ta dëgjojnë abdetarë shqiptarë. Janë komunistët shqiptarë të futur në parlament me 1001 mënyra të palishme, të cilët duhen nxjerrë me çdo kush nga parlamenti. Ai parlament duhet shkrihet, të krijohet qeveri tranzitore, të bëhen zgjedhje, pa këto 2 parti në pushtet, të dalin jashtë ligjit komunistëve shqiptar dhe të krijohet, të hartohet kushtetuta e re dhe të shqiptarët të vendin që u takon në histori dhe në Evropë. Po si do krijohet qeveria teknike pa pasur parlamentin? Zotëri ka qeveri tranzitore. Pa tjetër që nuk është nevojë atje fare të parlamentit. Po është parlamenti pra që zgjedh qeverinë. Jo, nuk është parlamenti, jo. Kush sa? Ka një president, njerëzit në rrugë. Ka një president, ka president e Republikës, zotëri. Presidenti i Republikës ka për detyrë të shkrijë këtë parlament, e ka të drejtë kushtetuese që se ka bërë duhet ta bëj, dhe është vonuar. Po, dhe çon vendin zgjedhjet parakoshme. Jo, po jo me këto parti. Pra e çon vendin jo në zgjedhjet parakoshme, po e çon vendin në ngritjen e një qeverie teknike e cila do hartoj kuadrin ligjor për të krijuar zgjedhjet, për të filluar zgjedhjet, për të bërë kushtetutën e re, për të bërë 101 detyra që ka përballë një qeveri që i përshtatet dhe që i shërben vendit saj. Jo një qeveri ku i slingej, jo një parlament tradhtarësh dhe banditës që kanë dhënë vendet atje, janë fryrë si shushuja, si bolla, edhe nuk din çfarë flasin. Del ai Kursimanja një bastard burr dhe thot vin me makina të shtrenjta thot. Ore Ulsi, mua bleva po jo ytat ato makinat atyre që uazën gojti. Ata e kanë me djetë, kurse ti kriminali 184, ti s'ke vënd për të folur, po s'ke fajti. Do të vi ora dhe ty dhe gjithë juve qini atje. Po në këtë rast, kush do ta krijojë qeverinë teknike nëse jo parlamenti? Gati janë njerëzit, po se vrisni më një pra punë. Mjafton të shkrit ky parlament të dalë në ta përjasa. Po nuk del qeveria teknike nga hiçi. Jo, kusa nga hiçi. Kush e thate nga hiçi? Pse duhet dalë patjetër nga këta, ha? Jo zotri, jo. Absolutisht jo, ata pikësh për këtë përpiqen. Që dhe të bëhet qeveri teknike, po ta bëjmë neve, tha ai rrudhur, ai kriminal i rrudhur tani, ai kufoma politike që kjo e Sali Berisha. Do ta bëjmë neve, tha. Jo zotri, nuk e bëni dot ju. Ti zotri shit e detin, ti Sali shit e detin, ke dhe patrupsinë e dele flet atje. Ndërsa edhe këta tani të njëjtin gjë po bëjnë. Por si duket të hëngër me njëri tjetrin kur do mirë të llokmat. Dhe
ja kaloi Edi Rama Sali Berishës, por edhe ky nuk do të realizojë dot asnjë, sepse ne kemi dalë zot vendit. Ta din mirë Salihu dhe Edi Rama. Ta din mirë dhe ata zagarët që kanë vënë atë te mikrofonit që nuk lën njëri të flasi dhe që janë anonim dhe që nuk shprehen askënd dhe që janë të tërë shumë të palestruar dhe shumë të fuqishëm, e kupton, të përgatitur për të goditur qytetarët, që bota e qytetëruarit quhen bravo ata ose gorillat. Pra, ta din mirë që populli është përgatitur mirë. Populli, po u them, është përgatitur mirë. Flë tani për tani si lumi buvo, po kur të ngrihet, po ngrit, njerë këta vrim e miu do vej 500 grosh. Zoti Islamia, ka një përpjekje nga ana e Edi Ramës, Berishës për ta menaxhuar protestën në atë mënyrë ashtu siç ndodhi në vitin 90 ku pushteti komunist në atë kohë menaxhoi kalimin e pushtetit. Praktikisht atë po bëj. Atë që bën në vitin 90, 91, sa ishte, në 90, në korriktën 90-s, që e sfumuan protestën me ndihmën e partnerëve tanë perëndimor, edhe i shpëtuan komunistët nga përgjegjësia, i morën dhe i shkrehuan dhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, spionët dhe hetuesit dhe ata komunistë e Shqipërisë, i paguajnë me rrogat majme, u kanë dhënë dhe biznese, u kanë siguruar jetën dhe duan ruajtën qetësinë në Shqipëri. Tani s'ka më qetësi, ta dim perëndimorët. Nuk ka më qetësi, po e them troç fare sakt. Nuk do ketë qetësi, nuk do qelloj gurin këtu nëse nuk vete e drejta te i Zoti. Të përjashtohet lobi që fut nga vlorat, as mos hedhin syt ande, të ngrihen, të anullojnë të gjitha marrëveshjet që ka bërë ky parlament i ndyr, i pështir, i korruptuar, i moral, i pandershëm. Dhe të dalin nga parlamenti që t'i hapin rrugë çlirimit të Shqipërisë, e ky çlirimi i Shqipërisë që po bëhet. Zoti Islami, si mendoni cili do të jetë fati i kësaj proteste? Në këtë rast do të fitojë Edi Rama apo ky është fundi i Edi Ramës me këtë protestë? Jo, fundi i Edi Ramës do vi kur mos bën protestat i ton Rama jepe dore, që këto janë turpe. Pse janë turpe? Ajo është formë proteste. Që shekën, duke i kënduara? Që ashtu bën protestat atë? Aman Ram jep dorëqe, në? Jo zotëri, mos e bën ti këtë gap. Je burri pjekur tani flasim bashkë. Je në moshë pjekur dhe je dhe gazetar me eksperiencë. Si që ka protesta ashtu duke ju lutur aman jep dorëqen. Ora kur del për protestë dhe i thua jep dorëqen. Është një formë proteste, ka forma tjera të protestës, është edhe kjo formë proteste. Jo zotëri, mos e thuaj prapë se po mulkëm ti edhe unë më detyron tani që të ngërë zërin. Nuk është formë proteste, është qesharakëzimi protestës. Është për ta bërë protestën thallje. Po si duhet si pas jush? Si duhet? Ta them unë, ti duhet jep dorëheqje dhe dil nga zyra. Kështu bëhet kërkesa për dorëheqje. Po sa jep ai, qëndron aty. Atëre do ngrihen populli, do të thotë që ai kërkon luftë. Atëre do t'i ngjajmë Nepalit. Do marrim shembullin e Nepalit. S'ka rrugë tjetër. Ky ka dalë, as një diktator s'ka kur me dëshirë, jo. Të tërë me luftë kanë ikur. Të tërë kanë djegur dhe kanë vrarë edhe kanë mbytur në gjak popullin e tyre. Po shqiptarët duhet hapin syt dhe të s'kan punë fare dhe mos hap dorëqen ai. Të bllokojnë parlamentin dhe të thonë dili për jashtë. Po ama gjithsesi kjo protestë kaq paqësore e ka tronditur vetë Edi Ramën dhe themelet e politikës shqiptare. Po ta kishte tronditur të kishte reaguar, jo ai tallet jo vetëm që se ka tronditur, po ai tallet. Si e shikoni ironinë e tij? Ka të bëjë me një po themi tronditje nga ana e aspektit emocional mendor apo është thjesht reagimi i tij natyrshëm? Aty janë që të gjitha bashkë. Ajo është i tronditur, nuk diskutohet. Ajo është i tronditur sepse nuk di ku do vej tani.
përfundimisht ai do vejnë në Izrael që ta dini. Sepse ai ishte hebre, i deklaruar hebre. Familja Krisaq Ramës nuk ka truall tokë në Shqipëri, në asnjë të Republikës së Shqipërisë. Ku e bazoni gjë të tillë sa ai mund të largohet drejt Izraelit, sepse i deklaratë të tillë e ka bërë dhe Kastriot Çipi. Dhe ka thënë shumë drejt Kastrioti, dhe ashtu atë do vej, jeni të sigurt. Di pse do vej atje, se ai është hebre me komsi. Nga babai është hebre, nga nëna është ka 15% gjakuti e ka shqiptar. Këto nuk e dim zyrtarisht, nuk ka një qëndrim të tillë zyrtar. Jo, zyrtari është kjo që ai s'ka truall në Shqipëri në asnjë vend. Zoti Islami, çfarë do të thotë sipas jush projekt ligji për dhënien të tokave bujësore ose më saktë shitjen e tokave bujësore tek këto huajt, ku Edi Rama ditën e djeshme shpjegoi se ky është një ligj që i shtrin efektet 7 vite pasi Shqipëria të jetë bërë pjesë e Bashkimit Evropian. Ajo është strategji kombëtare. As më shumë as më pak. Ajo është strategji kombëtare. Asnjë vend i botës nuk të shet tokë. Shkon në Greqi merr 1 metër tokë. Asnjë vend i botës. Tokë jo. Po ai mashtron qytetarët, siç e ka zakon. Turmat i mashtron në lehtë, sepse turmat nuk janë kështu, nuk janë të informuara. Ndërsa Edi Rama, kushërisht parë ka Iliriana Kolekën, vajzën e Spiro Kolekës, që e ka thënë vetë. Prandaj, Edi Rama s'ka gjak shqiptare, po i them, e ka nga nëna dhe këtë të binë e Spiro Kolekës, e ka nga nëna kushërisht, jo nga babai. Nga babai, a i s'ka fis në Shqipëri. S'ka as tokë, as truall, as shtëpi, as origin, as fshat, as qytet. Se çdo qytetar shqiptar, çdo familje qytetare shqiptare kanë trojet e tyre në për qytete. Ai s'ka. Pra është hebrej i vendosur aty. Prandaj themi që është hebrej. Dhe se ka mohuar. Ja keni parë fotografitë që kanë aty me çfarë uniforme vajtën në Knesetin e Izraelit? Ka që thjesht është. Zoti Islami, çfarë efekti ka ky lloj projekt ligji që mund të sjell tek vetë shqiptarët, duke qenë se shteti nga njëra anë nuk ka se po themi kanë pasur politika të tilla aq efektive sa i përket ndihmës që duhet u jap fermerëve shqiptar, dhe nga ana tjetër bën një ligj të tillë. Çfarë do të thotë kjo? Në radhë parë një do të theksoj një fakt, pastaj do vim te kjo që aty dhe do ma përsëris një pyetje, se mos e harroj këtë. Instituti i Politikave të Sigurimit Kombëtar ka dërguar protestën dhe ankesën në gjykatën kushtetuese, duke deklaruar dhe duke thënë që ja është shkelur në 1, 2, 3 i kushtetues. Të njëjtën gjë ka çuar dhe në SPAK dhe në këtë rast ka dokumentuar dhe ka provuar që Çifutistani kërkon që të kthejë Shqipërinë në Çifutistan dhe jo më Shqipëri, mos ketë më Shqipëri. Tani lidhur me këtë pyetje, më thuaj edhe një herë të lutem. Pyetja ka të bëjë me faktin që çfarë efekti do të sjellë vetë ky projekt ligj sa i përket shitjes së tokave bujësore tek këto huajt, ku Edi Rama tha se ky ligj i shtrin efektet të tij 7 vite pasi Shqipëria do të jetë pjesë e Bashkimit Evropian. Ndërkohë vetë shteti shqiptar nuk i ndihmon fermerët. Po ta lën Edi Rama të zbatojë atë ligj dhe të nxjerrë atë ligj. Nuk do ta bëj dot atë ligj. Ligj për të shitur troje shqiptare nuk ka pasur dhe nuk do ketë. Dhe nuk do ketë. Kjo është baras luftë. Poshit e 1 metër të huajve jenë në luftë me qytetarët shqiptarë. Jenë në luftë me popullin shqiptar. Jenë në luftë me kockat dhe me varret e të parëve të shqiptarëve. Jenë në luftë me vetë Zotin. Nuk ka tokë për të huajt. Ka mbaruar ajo punë. Prandaj thash, shko në Greqi me 1 metër tokë, shko në Serbi, shko ku duash ti, tokë, s'jep njeri. Po, shtëpi t'japin banosh me qirause dhe mund ta blesh, por me qifutët, veçanërisht me Çifutistani jo, sepse Çifutistani vjen hyn, merr 10 metra, 100 metra tokë, bën një shtëpi dhe aty sjell 30 veta. Dhe detyrimisht ata do fillojnë pastaj të zgjerojnë siç kanë bërë në Palestinë. Prandaj ata nuk ai është një popull që hyn nga dera dhe të bllokon gjithë, nga pengjera të bllokon gjithë. Nuk ka dhëna konkrete deri më tani për gjë të tillë.
Qa doni ju? Doni ta shoni të realizuar, ta shikoni të realizuar? Jo, zotëri, po si lëm na ta realizojnë, se plani e ishtë. Zoti Islami, si e shikoni përfshirjen e shqiptarëve të Maqedonisë Veriut, por edhe të Kosovës në protestën para kryeministrisë ku kërkohet dorëheqja e Edi Ramës dhe shpeshherë shumë protestues. Dhe shumë herë shumë protestues kanë pasur dhe flamurin e UÇK-s. Krejtësisht normale. Ne jemi një kombë, zotëri. Ne nuk do kishin të drejtë po të vinin grek ose sërb të protestojnë, po jo shqiptarët. E trojve shqiptare, jo zotëri, jo. Ata janë shqiptarë. Ata janë pjesë integrale edhe pa kontestueshme e trojeve të Shqipërisë të 1000 të kohës së lidhjes së Prizrenit. Pra, ata kanë të drejtin e tyre të vinë protestojnë sa herë të doj qefi dhe unë përmjet jush i ftoj, ju lutem shumë, vëllezër shqiptarë të Maqedonisë dhe të Kosovës dhe të Maliziji. Hajdeni këtu ta përmbysim se kemi atë dhe unë i përbashkët e kemi në rrezik. Merreni vesh mirë që e kemi në rrezik atë dhe unë. Zoti Islami, ndërkohë ish kryeministri Ramush Haradinaj ka deklaruar se shqiptarët e Kosovës nuk kanë punë të shkojnë të protestojnë përpara kryeministrisë, aq më tepër me flamur të UÇK-s. Kush që atë drejt atyre? Ramushi që dha 8.000 hektar Maliziji, që u ashiti, ai Ramush Turk TV, faqen e zezë pas Ramush Haradinaj që ke thënë këtë fjalë. Jo zotëri, ti nuk i ndalon dot shqiptarët. Ti më sot flasë shqip njerë. Pastaj kërko të flasë të ndalosh shqiptarët vinë aty. Shqiptarët e Kosovës janë shqiptarë, zotëri, të trojeve etnike shqiptare. Dhe nuk ka burnën e që ndalon, sepse dhe Zvërneci është dhe për Kosovën. Saranda është dhe e Kosovës. Medvegja, Bujanovci, Presheva janë dhe të Kosovës. Shkodra është dhe e Kosovës. Prandaj, këtë mos e thuaj më, turp të vijë që e ke thënë të Ramush Haradinaj. Po si është e mundur që Haradinaj e bën një deklaratë të tillë, teksa ka qenë vetë denoncuesi kryesor ndaj kryeministit Edi Rama, i cili kërkonte të ndante Kosovën? Me sa duket ka marrë urdhër nga padronët e përbashkët. Që janë? Janë sërbët. Unë s'kam tuk ta them. As prik. Haradinaj ka qenë një nga elementët kryesorë në Ushtrinë Shërbëtare të Kosovës, ka dhënë gjithë kontribut. Po s'ka mbetur ai ti, qof pas lufte. S'ka mbetur ai ai Ramushi ishte në luftë. Ka evoluar ai Ramushi. Me këto deklarata që bën. Tregon që stonon. Çfarë tregon? Tregon që ka trajtuar luftën që ka bërë. Edhe gjakun e vëllezërve. Po nga ana tjetër, deklaratën e Ali Ahmetit, si e cilësoni, i cili theksoi se nuk e mbron Edi Rama në këtë rast, por protestat po godasin turizmin. Ali Ahmeti zotëri shkollon e 5 është personi që me njerëzit e tij në vran komandant Telin në atë Gazibaba, si quhet ajo në Shkup. Është ai Ali Ahmeti, ai akuzuar për atë vrasje. Me gjithë njerëzit e tia. Pra, s'ka fytyrë Ali Ahmeti që të flasi. Ali Ahmeti të shkoj të caktoj pension ushqimor fëmijëve të komandant Telit që jetojnë në Fukarallok. Atë të bëj Ali Ahmeti. Se është bërë miliarder për vete, dhe mbeti kryetari përhershëm Ali Ahmeti. Turp TV. Zoti Islami, si e cilësoni publikimi nga ana e Taulant Ballës të listë pagesës së ushtarëve të Ushtrisë Shërbëtare të Kosovës, ku midis emrave përveç Dritan Goxhajt ishte edhe ai i Tahir Sinanit, një nga herojve të UÇK-s? Zotëri, të gjithë janë paguar luftëtarët e UÇK-s gjatë kohës që filloi lufta. Një të sqarojmë një gjë për qytetarët shqiptar që nuk e dinë. UÇK-ja, zotëri, u quajt UÇK nga komunistët shqiptar, nga tradhtarët e kombit shqiptar, sepse ata që formuan me të vërtet që formuan bërthamën e Ushtrisë Lirimtare të Kosovës
ishin ata që krijuan Farkun dhe që u stërvitën këtu në Shqipëri që në 92-shin dhe ishte Bujar Bukoshi, komandant dhe kryeministri i asaj periudhe, ishin dhe fonde që patjetër do paguheshin njerëzit që punojnë se kishin familje, u do hanin familjet e tyre. Dhe këtë të mos e thonë këta palaco që duan t'i tregojnë, t'i quajnë mercenar. Jo zotëri. Unë e kam thënë dhe do ta them. Dritan Goxhaj dhe Dilaver Goxhaj kanë qenë në UÇK në luftë dhe vajten për të mos u kthyer. Ishte fati tyre që u kthyen të gjallë. Po familje tyre nuk donin të familje Dilaver Goxhaj nuk donin vdiste për bukë. Se këtu në Shqipëri nuk e donte njeri, se qeveria shqiptare ishte kundër UÇK-s, kundër luftës në Kosovë. Dhe ai Hashim Thaçi, që kur mos dalte ande nga ka vajtur, ai Hashim Thaçi ishte që e kërkonin me qeri për të vajtur firmose në Rambuje. Del e ndjera që i ndrit shpirti Madeleine Albright dhe thot, po kërkohet, ai thot, po kërkohet Hashim Thaçi. Hashim Thaçi të vijë të firmosi. E kupton, dhe Hashim Thaçi ande karamele, ande çokolata të Vila Ermerogjës, të Vila 31 këtu. Kanë bërë luftë civile ata njëllosin që e bërë komunistin qitanë 23-24 kundër Ballit. E njëta gjë është bërë, më, dhe ka të njëjtin regjisor, Beogradi. Po në këtë rast, publikimi i listës nga ana e Taulant Ballës, a nuk çon ujë në mullirin e Beogradit duke cilësuar ushtrisë çlirimtare të Kosovës si mercenare? Po Taulant Balla, edhe partinë e Taulant Ballës, Beogradi e ka krijuar, Beogradi e komandon, Beogradi do ta komandojë atë parti, po që se do ta lëmë tjetër në pushtet. Dihet ajo. Zoti Islami, si mendoni nëse Edi Rama jep dorëheqjen, a do të përballet me drejtësinë? Edi Rama do ikë në Izrael dhe që andej do ta jep dorëheqjen. S'ka këta gjësh më. Që do të thotë? Që do të thot, do iki. Dhe nuk do t'i shkojë drejtësi, se s'ka këta gjë drejtësia, se Izraeli se dorëzon, se ka spion të tia, e ka vlerë kombëtare. Po, në këtë rast, ju mendoni se do të ketë një skenar si Gruevski, si Asadi? Skenarët i hartojnë ata që i realizojnë, unë s'jam pjesë e realizimit të skenarëve, unë pres, çfarë do ndodhë, unë jam në pritje. Po në këtë rast, si e keni parë SPAK-un, apo tregohet aq po themi në lartësinë e duhur kundrejt asaj çfarë po ndodh në vend? Fare, është inexistent. Është inexistent. Turp të vinë të tërë atyre që janë atje. Pasi faqen e zezë po trajtojnë interesat kombëtare në shërbim të Izraelit. Ne ishim ai kombi vetëm në Evropë që i shpëtuam gjyshrit dhe baballarët e saja. Ne ishim ata që i gratë që fute i veshën me citjane, edhe me dimitje, dhe me roba kombëtare shqiptare për të mos i diktuar gjermanët. Kemi bërë veprimin më të ndershëm dhe më njerëzor që i kemi shpëtuar, sepse i kërkonte i përpinte makina e bishës naziste. Zoti Islami, si e cilësoni ishullin e Sazanit? A është ai një pikë strategjike teksa nga shumë ekspertë cilësohet si ngushtica e Hormuzit dhe shikohet si një nga pikat strategjike si në aspektin turistik ashtu edhe ushtarak? Në aspektin turistik s'ka punë fare turizmi në Sazan. Sazani është bazë ushtarake zotëri dhe është objekt ushtarak. Dhe është tamam porta e hyrjes për ndetin Adriatik. Qelsi në Otranto se kemi neve zotëri. Dhe t'idhen përpjet që futët edhe kush ka bërë që futët. Sazani shqiptar dhe do bete shqiptar dhe nuk ka burdhëne që të hyjë atje. Se hyrja në Sazan është baras luftë. Sot një ai general koloneli Jairo Limaj i ka dërguar letër Ivana Trumpit dhe i thot largohu zonjë, deklaroj që s'ke punë me këtë vepër të mërshme tradhtie që po bën Edi Rama duke shfrytzuar emrin tuaj. Dhe nga ana tjetër edhe vetë personalisht ka bërë gati do t'i nisë një letër presidentit amerikan Donald Trump duke i kërkuar që të mos shkel mbi amanetin e George Washingtonit apo të Wilsonit dhe të atyre burrave të mëdhenj të Amerikës që e kanë
ndihmuar dhe kanë shpëtuar Shqipërinë nga rreziku. Ne jemi në të njëjtin situatë si në 1920-ën kur presidenti amerikan Harold Wilson shpëtoi Shqipërinë nga coptimi, që doli të bënin grekët dhe sënë. Woodrow Wilson. Okej, në rregull. Pra, jemi në atë situatë. Këtë do t'i dërgojmë presidentit amerikan dhe kam shpresin që do na përgjigjet pozitivisht. Zoti Islami, si mendoni, a ka një dorë amerikane nga pas protestës për të rrëzuar Edi Ramën në mënyrën se si ai i ka menaxhuar gjërat, por edhe nga fakti që situata i doli nga kontrolli në Zvërnec? Nuk kam si ta di këtë, jo unë, po askush nuk e di. Aty askush nuk del që të thotë se protestën e drejtoi unë. Askush nuk, ata që janë atje që komandojnë polisit që dalën edhe klasin Broçkull atje dhe i luten me këngë Edi Ramës ja dorëheqje. Ata çapaçul që janë atje, se ata janë çapaçul, s'kan personalitet dhe s'kan identitet, sepse nuk deklarohen, nuk i thon popullit kush janë që të kenë besim. Pra, ata janë thjesht për të sabotuar atë protestë dhe po e sabotojnë në mënyrën më të mirë të mundshme për veten e tyre. Nuk është protesta ajo që do vendos fatin e kësaj pune, ajo që do vendos fatin është kryengritja e përgjithshme e shqiptarëve. Zoti Islami, a mendoni se vapa e Korrikut, por edhe ajo e Gushtit do ta shuaj protestën? Jo. Nuk do ta shuaj protestën. Do shuhet ai parlament me Edi Ramën në krye. Ndërkohë Edi Rama a e mbyll dot vitin 2026 në krye të qeverisë? Jo. As shtatori nuk do ta zërë, as Korriku nuk do ta zërë. Nëse Edi Rama nëse Edi Rama vazhdon të edhe Korriku nuk do ta mbyll dot. Do iki. Do zhduket. Po. Nëse Edi Rama vazhdon të jetë kryeministër edhe përgjatë vitit 2027, a mendoni se mund ta pranojnë vendet e NATO-s, por ndërkohë edhe presidenti amerikan Donald Trump që të pritet në Shqipëri nga kryeministri Edi Rama në samitin e NATO-s që do të mbahet vitin e ardhshëm në Tiranë? Nuk do arrijë Edi Rama të bëjë, nuk do jetë Edi Rama kryeministër. E thash, Korriku Edi Ramën e heq nga karretja. Për të mos thënë ditët e para të Korrikut. Në datën 4 ai ka ditëlindjen. Inshallah se zot ditëlindjen. Jo, tani s'mund bëjmë urime të tilla. Thjesht po bëj unë çketi. Të lutem, e them unë. Nuk e zën krye të qeverisë. Armikun, si. Nuk e zën në krye të qeverisë. Ti thuaj nuk jam dakord, i nderuar avokat, nuk jam dakord me këtë urim që bën ti thuaj. Po unë do ta them. Se s'ma dalon njëri atë. Po çfarë pritet të ndodhë? Të lutem, një tradhti të tillë, një krim të tillë, një poshtësi të tillë, një pabesi të tillë si te këti hebreu shqiptar nuk ka parë histori e Shqipërisë. Po çfarë pritet të ndodhë në datën 4 korrik, teksa shumë analistë cilësojnë protestën në datën 4 si edhe një protestë anti-amerikane, duke qenë se është përvjetor i pavarësisë së Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Ata analistët që thua atje, ata janë të tërë programës. Dhe ata s'bëjnë gjë tjetër veç se dizinformojnë dhe dizorientojnë opinionin publik shqiptar. Të vërtetë në opinionin publik shqiptar ja themi ne që kemi dalë sot edhe 30 vjet, 40 vjet, kur na fluturonte helikopteri mbi kokë në aty e Kurani saj në 90-të. Okay. A do ishte dorëheqja e Edi Ramës më datën 4 korrik një dhuratë qoftë për veten, po ashtu edhe për shqiptarët? Jo, nuk dua dorëheqjen e Edi Ramës pa dorëheqjen e parlamentit. Dhe pa anullimin e atyre marrëveshjeve, që ka bërë me Izraelin. Jo. Nuk është ajo zgjidhja, zgjidhja është kjo që them unë. Ne duam zgjidhje, domethënë radikale. Zoti Islami, unë ju falenderoj që ishit në Agora News. Edhe unë ju falenderoj juve për ftesën. Dhe nëpërmjet jush desa them dhe dy fjalë për teleshikuesit. Unë ju kërkoj ndjes teleshikuesve tuaj
sepse shumë herë nga zëri. Dhe kjo këtë e kam të brendshme se kam se nuk aktoroj, nuk di të aktoroj. Dhe ndoshta edhe i kam mërzitur, por nga ana tjetër dua t'i falenderoj që t'i gjithë për postimet dhe për pëlqimet që bëjnë në emisionet që unë bëj me juve, në intervistat me juve. Faleminderit zotëri. Faleminderit sërish. Të dashur shikues, bashkë do shihemi në intervista tjera, por mos harroni të bëni subscribe në kanalin tonë në YouTube.